Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në programin Familja 7. Ne sonte do të ndalemi në një nismë të bukur dhe shumë domethënëse. Shoqëria Biblike Kristoforidi II solli në gjuhën shqipe për kthimin e Biblës, duke e bërë atë më të afërt dhe më të aksesueshme për çdo shqiptar. Përmes kësaj iniciative, gjithashtu po shpërndahen mijëra kopje të Biblës dhe broshurave falas për kisha dhe organizatat e krishterë. Ne sonte kemi kënaqësinë të kemi me ne në studio, po i prezantoj Erjon Vogli, pastor Shoqëria Biblike Kristoforidi II, Jonida Vogli, përkthyese Shoqëria Biblike Kristoforidi II, dhe Jeff Bartel, pastor, misionar, pjesë e Shoqërisë Biblike Kristoforidi II. Kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit. Së pari më lejoni t'ju uroj, t'ju përgëzoj për këtë nismë kaq të bukur të finalizuar, besoj pas kaq vitesh, kaq bekim që Biblat janë të aksesueshme, siç e thash për gjithë shqiptarët. Suksese. Faleminderit ju dhe pjesës tjetër të grupit që si kemi këtu. Faleminderit. Tani për gjithë ata që po na ndjekin, po e nis së pari me Jeff, si lindi Shoqëria Biblike Kristoforidi II. Po, kjo nuk është një punë që ka lindur tani në ditët e fundit, domethënë, sepse unë kam qenë një ndër misionarët të parë ardhur këtu në Shqipëri që nga 1992, sa u hap vendi. Edhe kur erdha këtu, unë erdha para se ti kishte ndonjë përkthim të Biblës në gjuhën shqipe. Domethënë, misioni ka qenë të ndaj fjalën e Perëndisë me shqiptarët, po nuk kishte, nuk ekzistonte. Edhe unë po i bëje derisa nuk flisja shqip patjetër në atë kohë, domethënë në anglisht me përkthyesin, domethënë edhe ishte nga ana verbale. Kurse e dinim, sepse njerëzit përgjigjeshin faktikisht Ungjillit, edhe ishte bekim me qindra njerëzit, sidomos të rinjt, domethënë edhe student. Edhe atëherë kuptohet qartë që nëse një besimtar i ri do të rritet ka nevojë për fjalën e Perëndisë, po nuk ekzistonte. Edhe thash, o Zot, mbase du të filloj unë, nuk jam përkthyesi i Biblës, nuk jam për këtë punë, megjithatë mendova që do të filloj të përkthej një pjesë e vogël këtej andej. Po, pra nisi një ngacmim në zemrën tënde që në atë kohë. Që në fillim, sepse pa fjalën e Perëndisë nuk mund të njohim mirë Zot, domethënë ai zbulon vetveten me anë të fjalës së tij. Edhe fillova pak nga pak me aq sa dija, po shumë shpejt rast kontakt me një grup tjetër. Po. Edhe lavdi Zotit që ishin ata. Ata nga Zvicra, nga Italia, edhe ata bënin këtë punë të përkthimit. Edhe ishte puna e tyre, nuk ishte më puna jonë, domethënë. Unë isha, domethënë, në vend që mund të bëje ca kontroll nga anglisht, për shembull, në krahasim me përkthimet që bënin ata. Po ata bën punën e tyre dhe doli Bibla ABS, Albanian Bible Society, që doli në 1994. Po, që në atë kohë. Edhe ishte goxha Bibla e mirë, edhe ishte bërë si Bibla që përdornim ne gjithë këtyre viteve në përgjithësi, por fakti është që doli shpejt, edhe doli shpejt për shkak të urgjencës së kohës. Po, në atë kohë. Edhe vetë grupi përkthyes, domethënë ata dinin shumë mirë që bënin punën shpejt për shkak të urgjencës, edhe dinin që një ditë do duhet një ripunim, domethënë që të bëj gjërat me shumë detaje sa më saktë. Atëherë në kalimin e kohës pak nga pak, sepse duhet të vi koha që shqiptarët janë jo më të rinjt në besim, po të pjekur në besim, kanë kaluar vite duke mësuar vetë teologjinë e gjëra të tilla. Edhe ka qenë një pjesë të lutjes nga ana jonë për 30 vjet e më shumë, edhe pak nga pak derisa ja ku jemi tani. Dhe finalizim shumë i bukur. Si ndihesh për këtë fakt, Jeff? Sinqerisht, është e vështirë të gjej fjalë të përshkruaj si është, edhe domethënë e ndjej tani si ngrohtë nga brenda sa herë që përmendim, sepse ka qenë pjesë e misionit të jetës time, gati gjatë gjithë jetës si rritur në jetën time. Lavdi Zotit. Tani si u bët pjesë Pastor Erjoni dhe Jonida? Kjo është një gjë që Zoti na ka përgatitur për vite të tëra. Unë jam shpëtuar në vitin 1992 me Jeffin. Jam njohur që atëherë Jeffi më ka dishepullizuar, edhe pastaj kam shërbyer në kishë që nga fëmijët, me të rinjt, me të gjithë kishën, edhe kam predikuar, kam vite që studioj fjalën e Perëndisë. Pra ka qenë një udhëtim që Zoti na ka përgatitur edhe pa dijenin tonë. Po, jo rastësisht, patjetër. Edhe padyshim që ai di çfarë do të bëjë me gjithë secilin, kështu që i vendos gjërat në vijë që të arrijmë në atë përfundim. Edhe padyshim kjo erdhi në natyrshëm duke dashur që të sjellim më tepër qartësi
saktësi dhe vijshmëri në fjalën e Perëndisë. Dhe ajo që Jeffi tha është e vërtetë që në vitet 90 kishte përkthyes të mirë, edhe shqipërues të mirë, por por nuk kishte një traditë të fjalorit biblik, të temave biblik. Kështu që kjo gjë u reflektua edhe në përkthim. Duhej të kalonin disa vite, tashmë 3 dekada, të një brezi që ka goxha pastor të përgatitur, teolog të mirë, që Zoti ka përgatitur që të kuptojnë jo vetëm pjesën e përkthimit, por edhe të doktrinës, që të dinë që si ta sjellin atë në shqip sa më saktë dhe sa më qartë. Kështu që kjo lindi si dëshirë për të pasur një rafinim të fjalës Perëndisë në shqip. Po, ndërkohë Jonida, edhe ti rrugtimi yt, jo më kot të pozicionoj këtu ku je sot. Patjetër. Edhe unë e kam pranuar Krishtin që në vitin 1995 jam brezi parë i të rinjve të formuar frymërisht në predikimin e fjalës së Zotit, në marrëdhënie personale. Në fakt, kur unë e kam marrë për herë të parë Biblën në dhjetor të vitit 1995, nuk e dija që ishte më pak se një vit e vjetër si përkthim, po flasim për Biblën ABS, dhe marrëdhënia personale ndër vite me fjalën e Perëndisë, por gjithashtu edhe kultivimi i dhuntive që Perëndia na ka dhënë, u vi nga bota e letrave, vi nga bota e teatrit, vi nga një përgatitje e teatrit klasik me Shakespeare-in edhe anglishtën elisabetiane etj, dhe Zoti vjen një moment që i gërsheton të gjitha ato dhunti që ai ka dhënë me dashurinë e madhe për fjalën e tij dhe për gjuhën shqipe. Dhe ato gjëra nuk janë, patjetër që nuk janë rastësi, janë fryti i ndjekjes së përditshme të vullnetit Perëndis në jetën tona individuale. Patjetër. Tani më tregoni pak kuptimin pse ky emër Kristoforidi i dytë. Pikërisht sepse tradita e përkthimit të shkrimeve në gjuhën shqipe, sidomos për sa i përket komunitetit ungjillor dhe protestant, nuk është diçka që fillon në vitet 90. Besimi ynë nuk është një import i viteve 90 që na i sollen me gjithë dashurinë dhe respektin për misionarët dhe vëllezërit dhe motrat në Krishtin që na erdhët në vitet 90. Ne kemi një histori të dashurisë së Perëndisë, të hirit Perëndisë për këtë komp që është mijëravjeçar. Duke filluar që nga apostulli Paul në shekullin e parë, që ne e dimë të tërë që përmendemi tek libri Romakëve. Dhe përsa i përket përkthimeve, ne dimë që në 1827 ka pasur tentativa për të dhjatës së re me shkronja greke nga Vangel Meksi, dhe pastaj në 1872 fillon edhe Kristoforidi, Konstantin Kristoforidi me së pari dhjatën e re në gegnisht, dhe pastaj në toskrisht dhe disa bibla dhjatës vjetër. Ai njihet me emrin Konstantin Kristoforidi, por emri i tij është Konstantin Nelko, emri i tij i dhënë. Por ai adoptoi për veten e tij emrin Kristoforid, që do të thotë përçues ose mbartës i Krishtit, sepse si një njeri që ra në kontakt me shkrimin e Perëndisë dhe besoi Zotin dhe u përgatit teologjikisht në një seminar protestant në Maltë, mori si mision të jetës së tij përkthimin e teksteve nga linja Textus Receptus, linja e Reformacionit në gjuhën shqipe. Dhe ne shikojmë punën tonë, qoftë edhe të Biblës ABS që vjen nga Bibla Diodati në italisht, edhe Biblën që ne kemi tani në duar Kristoforidi II, si vijshmëri të asaj pune dhe atij hiri që Perëndia ka derdhur historikisht për këtë kohë. Pra kjo nuk është një Bibël e re, pavarësisht se është një përkthim i ri, nuk është një punë e re, ka një punë që vjen që 200 vjet përpara dhe pastaj në vitet 90 edhe deri sot. Dhe për të dhënë lavdi Perëndisë për atë që ai ka bërë, ky përkthim ban emrin Kristoforidi i dytë. Lavdi Zotit. Më tregoni pak më shumë detaje për këtë version, këtë lloj përkthimi. Çfarë e bën të veçantë? Ne kishim një qasje në përkthim që të fillonim së pari duke studiuar çdo fjalë që përmendet në Bibël. Një nga gjërat që mësojmë në Bibël qartazi është që mënyra si ne e kuptojmë Biblën është duke krahasuar fjalë ose vargje me njëra tjetrën. Pra që ta ruajmë veten nga një interpretim vetjak i Biblës, siç e mendojmë ne, por të marrim direkt nga Perëndia, siç i përkufizon ai fjalët, konceptet, vargjet. Kështu që në vend që të fillonim përkthimin me një herë me vargje të caktuar ose një libër të caktuar, ne së pari bëm një listë të gjitha fjalëve në Bibël, mbi 12.000 fjalë të veçanta, unike, të cilat përsëriten pastaj në frekuenca të ndryshme. Dhe studiuam për 2 vjet e gjysmë, ne punuam duke studiuar çdo fjalë që përmendet në Bibël.
në çdo vend ku përmendet, si e përdor Zoti këtë fjalë, si e përkufizon Zoti atë fjalë, duke ndërtuar pemë të fjalëve sinonimike, disa koncepte janë shumë të pasura në Bibël, kanë shumë fjalë, dhe ndonjëherë nëse nuk je i kujdesshëm, fillon direkt në tekst, ti e ke harruar si e ke përkthyer atë fjalë diku tjetër, edhe mund të ketë përplasje fjalësh e disa fjalë që janë sinonimike, por kanë ngjyrime të ndryshme, mund t'i bësh një. Kështu që për të shmangur gjithë këtë, për shkak se ne besojmë që çdo fjalë e Perëndisë është e rafinuar me zjarr, është e veçantë dhe kjo është mënyra se si Zoti na mëson. Ne filluam pikërisht me fjalët në fillim, duke bërë një kategorizim të fjalëve për çdo kategori të gjërave për cilat Bibla flet. Dhe kjo na ndihmoi pastaj jo vetëm në pjesën e përkthimit, por edhe në pjesën e ndërtimit të veglave të veçanta të studimit. Kemi një motor kërkimi të veçantë në gjuhën shqipe të Biblës, që ka shumë aftësi përtej aftësive të thjeshta të kërkimit, për t'i ardhur në ndihmë gjithë pastorëve, gjithë studiozë dhe çdo besimtari që ta studiojë Biblën në shqip. Shumë interesante. Cilin version të Biblës? Ne jemi të linjës, pra linja Textus Receptus, që është linja e Reformacionit, nga ku vjen në gjermanisht vjen Bibla e Luterit, 1537, besoj, në italisht është Bibla Diodati, 1602, në anglisht është Bibla King James, 1611, Reina Valera, 1607, gjitha gjuhët kryesore të Evropës në periudhën e Reformacionit vijnë nga kjo linjë ndërshkrimesh. Pra është ngjashme, si themi, me Biblën King James ose Diodati që është i ABS-s, dhe Biblat dhe tekstet e Kristoforidit janë apo në italian. Po, është përkthyer origjinali. Po, jo është përkthyer Bibla e King James në anglisht që është nga kjo linjë ndërshkrimesh, nga Textus Receptus. Po duke krahasuar edhe me gjuhë të tjera, domethënë njëkohësisht patjetër. Nga greqishte duke krahasuar siç ta rjoni çdo fjalë të veçantë të greqishtes dhe të hebraishtes sipas tekstit burimor. Sa kohë u desh për këtë? Kush ka punuar për kthimin edhe pjesa tjetër skuadrës, përveç se ju aty? Fakti është përkthyesit e Biblës janë këta të dy. Ata kanë bërë gjithë pjesën e punës së përkthimit, ndërsa kemi qenë disa të tjerë, si unë e pastor të tjerë, qoftë nga Amerika, qoftë ku shqiptar, që kemi krahasuar punën e tyre gjatë rrugës, domethënë për të kontrolluar teologjinë, kuptimin, përdorimin e fjalëve e gjëra të tilla, po pjesë dërmuese, ja. Imagjino sa shumë orë keni punuar, sa shumë vite? Patjetër, ka qenë intensive dhe pesha e asaj që po bëhet, padyshim që është e madhe. Ne jemi shumë të ndërgjegjshëm për gjithë ato që Zoti thot në fjalën e Tij në lidhje me mos e ndryshon fjalën, mos i shto diçka, mos i hiq diçka. Kështu që padyshim ajo punë është bërë me frikën e Zotit, por ne kemi patur bekimin që të kushtohemi posaçërisht kësaj pune, nga mëngjesi në darkë të merremi vetëm me të dhe Zoti na bekoi në këtë. Fokusuar. Po, dhe ka qenë shumë bekim siguria në shumicën e këshilltarëve ka siguri thot Bibla. Siguria që na ka sjellë që përveç punës dhe studimit gjuhësor dhe teologjik që ne kemi bërë, që kemi pasur mbështetje dhe konsulencë dhe një numër vitesh shumë të madh, rreth sa i bie, rreth një shekull eksperiencë midis pastorëve, të cilët kanë vite që e njohin fjalën e Perëndisë, predikojnë, janë përgatitur teologjikisht për të siguruar që çdo gjë ishte e saktë, ashtu siç synon Perëndia në mënyrën se si ai e përdor kudo në fjalën e tij. Po, tani më tregoni pak, është Bibla e printuar, cilat broshura të tjera? Pra çfarë mund të kenë, cilat janë të disponueshme për kisha dhe jo vetëm? Disponimi është në radhë të parë është në online tani, tek bibla.online, është gjithë teksti plot i Biblës. Pra vjen edhe në version online. Vjen në versionin online tashmë, dhe përveç tekstit të plot të Biblës ka mbi 500.000 referenca të integruara, cross referenca që themi ne, që janë për studim, si dhe një motor kërkimi në gjuhën shqipe, që është për herë të parë, që siç kemi përdorur aplikacione ose website në gjuhë të tjera më përpara, kur duam të gjejmë një varg dhe kërkojmë një fjalë të caktuar, tani mund ta bëjmë atë edhe në gjuhën shqipe. Dhe jo vetëm fjalë, po edhe fraza, së shpejti do pasurohet edhe me vegla të tjera studimi. Janë të dy aplikacionet për celular, si për iOS edhe për Android. Pra mund të shkarkohen? Së shpejti besoj që janë shumë shpejt janë, brenda muaj do jenë disponibël dhe ato.
Gjithashtu së shpejti do të jetë edhe një udhëzues biblik që për çdo fjalë individuale në Bibël, lexuesi mund të klikojë dhe të gjejë një dritare ku përkufizohet biblikisht si nga pikpamja gjuhësore dhe nga pikpamja historike dhe doktrinare si përdoret ajo fjalë. Do jetë shumë prej tyre do të jenë me figura, për shembull tabernakulli, tempulli, një bimë e caktuar, luftëtar, harta gjeografike etj. Kafshë, Një punë të gjitha ato. Dhe me hirin e Zotit brenda vitit tjetër do të jetë edhe në formatin audio për ata që kanë vështirësinë në lexim dhe në shikim. Dhe cilat broshura? Tani janë duke ardhur, kanë ardhur. Kontenierët po vinë drejt Shqipërisë. Sa kanë ardhur? 12.000 bibla të plota dhe 100.000 broshura të Gjoni dhe Romakët, të cilat janë për ungjillizim. Të tëra këto do të jenë falas, të tëra veglat që u përmendën. Botimet fizike, biblat online, aplikacionet, audiot, të gjitha do të jenë falas në shërbim të kishave dhe të komunitetit ungjillor. Përfitoj nga rasti të them që tek biblia.online, tek website-i, ka një formë regjistrimi që kushdo mund të regjistrohet, pastor dhe drejtues, mund të regjistrohen për të kërkuar Biblia për shërbimet e tyre, që ne të mund pastaj të facilitojmë komunikimin dhe të ndërmjetësimin se si këto Biblia të shkojnë në duart e atyre që do t'i përdorin. Lavdi Zotit, si u prit kjo nismë? Cilat janë reagimet e para që morët? Ka qenë shumë bekim në fakt, në shumë raste ka te kaluar pritshmëritë tona, sepse nuk e dini në fakt si do ishte, por në gjithë bisedat që kemi bërë ka qenë vërtet bekim. Ka pasur një ngërç më përpara me marrjen e drejtave të përdorimit ose në materiale biblike ose në libra biblik. Kështu që në këtë rast ne po e ofrojmë çdo gjë falas, ata që duan të publikojnë diçka në gjuhën shqipe, të përdorin një tekst biblik, ne i ofrojmë këto drejta falas, pra pa kërkuar gjë në shkëmbim, kështu që nga kjo anë shumë veta kanë qenë të gëzuar për këtë gjë, se duan të botojnë libra dishepullizimi, materiale biblike apo gjëra. Kështu që kjo është ajo që ne dëshirojmë, që të mos ketë pengesa në këtë anë, ata që duan le ta përdorin, Zoti i shtoftë. U prit mirë, patët mbështetje. Më tregoni pak për organizimin e sallës tek Salla Akademisë së Arteve në Tiranë për të finalizuar këtë gjë, për ta prezantuar, do thoja unë, përpara gjithë të krishterëve dhe jo vetëm. Si ishte ajo ditë? Siç e tha dhe Xhefi, që kjo ka qenë një punë dhe një frytilutjeve 30 vjeçare të shumë prej të krishterëve të brezit të parë pas rënies komunizmit. Kështu që ne nuk donim ta bënim thjesht një mbrëmje që të mbaheshin referate për gjëra teknike, por donim vërtet ta bënim si një mbrëmje adhurimi dhe falënderimi ndaj Perëndis për hirin e tij dhe që ai na i ka dhënë fjalët e tij në gjuhën shqipe, ndërsheku, jo vetëm në këtë rast. Po shumë organizim i bukur, a? Jonida, ja shohim dhe fotot në ekran. Kështu që ishin kishat tona, ishin shumë nga kishat ungjillore dhe kishat baptiste sidomos, po kishim edhe motra dhe vëllezër nga 4 kisha të ndryshme në Amerikë, të cilët e kanë mbështetur këtë projekt. Xhefi mund të flasë më shumë në lidhje me këtë, se si u mundësuan të tëra këto gjëra falës, është për shkak të dashurisë dhe sakrificës trupit Krishtit dhe kishave në krahun tjetër të oqeanit, dhe shumë prej tyre donin që të ishin prezent. Dhe kështu që ne patëm mundësinë të organizonim një kor të madh midis shqiptarëve dhe amerikanëve. Super organizim. Amerikanët i mësuan shqip këngët tona, por duke njohur edhe një herë traditën 200 vjeçare të komunitetit tonë ungjillor, ne donim që të pasqyronim edhe të gjitha vlerat tona kombëtare, sepse nuk ka një konflikt interesi midis të qendrit patriot dhe të dashurit të Perëndis. Përkundrazi, ai që do Perëndinë, do kombin e vet, do gjuhën e vet, identitetin që Perëndia na ka dhënë, dhe trojet që Perëndia na ka dhënë. Pra këtu bëhet prezantimin e kësaj nisme në këtë lloj formati. Prezantimin e kësaj nisme, kishim të gjitha moshat, kishim fëmijë, të rinj, të moshuar, të huaj. Fantastike. Ndërkohë, Jonida kishte edhe pjesë interpretimi nga Bibla, besoj gjëja e veçantë e asaj nate? Po patjetër, ishte shumë bekim që ne të mund të shfrytëzojmë dhuntit që Perëndia na ka dhënë, dhe Zoti ka bekuar shumë njerëz në trupin e Krishtit me dhuntit të ndryshme. Dhe 4 prej atyre që janë nga bota e artit dhe teatrit, bëm interpretimit, Armela Demaj, Erion Hinaj, Eno Nikaj dhe edhe unë gjithashtu. Dhe lexuam pasazhe të ndryshme siç lidheshin në kontekstin e këngëve që u interpretuan, si nga Dhjeta e vjetër dhe nga Dhjeta e re,
për t'i dhënë atë peshë që fjalë, sepse fjala është bërë për të predikuar, fjala është bërë për të dëgjuar, apo jo është regjistruar që të mund ta dëgjojmë dhe ishte shumë bekim që të mund ta bënim atë gjë dhe t'i ngrinim zërat bashkë në adhurim duke lexuar fjalën e Perëndisë. Edhe duke kënduar, patjetër ato fjalët e këngëve, domethënë, kishin mesazh dhe mesazhi që nga fillimi deri në fund, domethënë ishte i rrjedhshëm, domethënë si një i tërë. Edhe vërtet kishte Nisi e bukur, prezantim i denj, edhe lavdi Zotit për gjithë këtë. Si e keni parë sigurimin e Zotit gjatë gjithë këtyre viteve në këtë sipërmarrje shumë të madhe, Jeff? Po, është e madhe, edhe vërtet jemi manitur edhe shumë mirënjohës Perëndis për hirin e tij që na ka lënë që të marrim pjesë në diçka të tillë. Ne patjetër besojmë në atë parimin që tha Zoti Jezus vetë që falas keni marrë, falas jepni. Edhe ideja është që ne si besimtar jemi të thirrur të shërbejmë, të japim, të bëjmë për të tjerët, jo vetëm të mendojmë vetëm për veten. Edhe nga jam unë, domethënë nga kisha që bashkëpunojmë andej, janë një grup kishash që kanë bashkëpunuar për, jo vetëm që kanë një zemër për misionin e Perëndisë, se me shpresë gjithë e kemi, por kanë pas një zemër për punën e Perëndisë në Shqipëri, që nga fillimi i ardhjes tonë, domethënë si misionar të huaj, edhe kanë investuar tani për 35 vjet për gjëra të tilla. Tani që ka ardhur ky projekt, lavdi Zotit që janë mjaft kisha të ndryshme që janë vërtet bujar edhe gati për të përgjigjur, edhe kemi me hirin e tij, siç e thash, siguruar nga ana financiare për mbështetjen e përkthimit edhe për pagesën e biblave, transportin e këtyre gjërave. Tani në të ardhmen me besim, hap pas hapi, e kemi këtë qëllim përpara, po deri tani, si gjithmonë, Zoti është i mirë. Kujdeset vetë për punën e tij. Dhe ka njerëz plot që kanë zemër dhënëse. Është vërtet. Është Perëndia ka siguruar në mënyrë magnitse në çdo hap. Edhe është gëzim, vërtet është gëzim. Zoti Jezus vetë tha, është më i gëzueshëm domethënë të japësh sesa të marrësh. Edhe është gëzim kur kemi mundësi që mendojmë që mund të investojmë në ardhjen e fjalës në këtë pikë ja ku jemi tani. Është favor për shqiptarët që i marrin këto bibla falas. A mund të ndani ndonjë dëshmi ose diçka konkrete nga puna juaj që ju ka mbetur në zemër, ndonjë histori të vogël? Për ne personalisht, pjesa e studimit të fjalëve ka qenë një nga gjërat më të bekuara që Zoti ka bërë edhe në jetën tonë. Unë dhe Jonida, ndërsa çdo ditë diskutonim fjalët, pastaj këshilloheshim me të tjerët, Zoti ka bërë mrekulli dhe në familjen tonë, sa herë që ne kishim diskutim, ndonjëherë edhe natën vonë fëmijët vinin në mëngjes edhe na thonin cila fjalë ishte, na thoni pak, pse po bëni debat. Edhe kështu debatesh paçim, sepse vërtet Zoti na ka bekuar në këtë gjë. Historitë janë të shumta, unë kam mbi 30 vjet që predikoj Biblën, kështu që nuk kam i ri në këtë gjë, por gjërat që Zoti na ka mësuar gjatë rrugës ka qenë manice, qoftë në nivelin personal, po dhe gjërat që janë tashmë në një qartësi më të madhe në këtë përkthim, kështu që nga kjo anë është vërtet bekim më i madh se sa mund të prisnim. Bibla thotë që hyrja e fjalëve të tua jep dritë, jep të thjeshtëve të kuptuarit. Dhe kjo ka qenë e bukur në dy aspekte. Së pari në marrëdhënien personale dhe në njohjen e Zotit, dhe së dyti për mua bekimi i veçantë që në këtë proces edhe fëmijët tanë kanë rënë më shumë në dashuri me shqipen dhe kanë lëvëruar dhe rritur nivelin e kuptueshmërisë së tyre të gjuhës shqipe në një nivel shumë të lartë sesa përditshmëria e të folurit, sepse ata janë rritur në të dy anët e oqeanit, patjetër identitetin e tyre e kanë tek Perëndia, po e kanë edhe tek ky komb, dhe tek marrëdhënia me gjyshit e tyre dhe me gjuhën e tyre. Por kur vinin nga shkolla dhe na shikonin nga mbrapa shpinës të ekrani, çfarë është kjo fjalë, çfarë do të thotë kjo fjalë, një mundësi për të kuptuar dhe gjërat e thella të Perëndisë, për të kuptuar sa e bukur dhe sa e pasur dhe sa e dashur gjuha shqipe. Dhe kjo ka qenë një eksperiencë gjithë kjo edhe personalisht në familjes tuaj. Keni kaluar sfida, cilat janë disa nga sfidat që ju shoqëruan rrugës, Jeff? Si në çdo përpjekje që ke përpara,
për emrin e Perëndis, gjithmonë ka pengesa, e dim që kemi një armik frymëror, apo jo. Edhe vinë në lloj-lloj mënyrash, edhe në fund të fundit, siç themi ndonjëherë nga Amerika, hedhim 2 hapa përpara dhe duket si janë 3 mbrapa. Edhe ka pengesa patjetër. Qoftë me financat, për shembull, pak nga paka, kemi mjaftueshëm, do lutemi Zotit që siguron. Ose për shembull me dërgimin e kontenjerit plot me Bibla dhe broshura, domethënë që ishte parashikimi që të mbrite këtu në mes të prillit, është vonuar. Ka qenë vonuar, domethënë një muaj gati. Edhe gjërat të tilla që janë jashtë kontrollit ton, domethënë gjërat që vinë, edhe ne mundohemi të përballojmë me durim, me besim, edhe presim kohën e Zotit, se në fundit ai është në kontroll të gjithçkaje dhe nuk shqetësohemi shumë, po e marrim shtruar, domethënë me besim tek ai. Keni plane për të ardhmen, për vazhdimsinë e shoqërisë biblike Kristoforidi II? Patjetër. Shoqëria biblike Kristoforidi II është krijuar që të sigurojë atë vijshmëri të fjalës Perëndisë edhe për brezat që do të vinë. Kështu që gjëja kryesore patjetër është që menaxhimi dhe administrimi i copyrightit të Biblës, që të jetë i aksesueshëm dhe falas për të gjithë ata që duan të botojnë dhe të lëvrojnë në fushën e letrave teologjisë. Së dyti është Bibla audio, siç e tham. Po, projekti radhës. Në projekti radhës, në Vjesh do të jetë një kontener tjetër me 12.000 Bibla të plota. Patjetër do vazhdojnë të thellohen, mund të laserioni pak më shumë për pjesën e veglave të studimit dhe ato që do të jenë disponibil për të tërë. Dhe patjetër që gjithë puna është për të dhënë lavdi Perëndisë dhe për ungjillizimin e kombit tonë. Shpresa dhe aspirata jonë është një Bibël në dorën e çdo shqiptari. Për këtë ta besojmë Perëndinë dhe do ecim. Keni menduar për te Shqipërisë dhe rajonin Kosova, Maqedonia, të gjithë shqip folësit? Kemi qenë në Kosovë dhe kemi ftuar pastor nga Kosova. Do të bëjmë një dërgesë Biblash në Kosovë. Kemi disa kontakte që do të facilitojnë. Maqedonia është pak më ndryshe, megjithatë kemi plane dhe për të qenë bekim për ata të pak që janë shqiptar që punojnë për ungjillin atje, edhe më tej për vende ku ka shumë shqiptar që janë pjesë e diasporës, ku ka kërkesë. Sidoqoftë menduam që në fillim do ta fillojmë me kishat ungjillore në Shqipëri. Dhe do punojmë me pastorët që të mos ftojmë të gjithë, hajde merrni një Bibël, por ne duam të punojmë me pastorët e kishave. Pra, pastorët do të administrojnë, ata e dinë sa antar kanë, sa nevoja kanë, që të mos bëhet rrëmuje, të mbledhin gjithë. Ata do i marrin dorëzim gjithë. Ata do i marrin dorëzim dhe do t'i administrojnë në kishat e tyre. Kështu që hapi i parë i gjithë projektit është me hirën e Zotit që të furnizohen kishtat ungjillore shqiptare me Bibla fare. Gjithë Shqipërinë. Dhe shërbimet. Dhe përtej kemi edhe materiale të tjera, qoftë me ungjillin e Gjonit dhe Romakët, qoftë me materiale të tjera dishepullizimi, trajnimi, konferenca kombëtare e Biblës që do të mbahet periodikisht, pra nuk është një event që do të ndodh vetëm një herë, por është diçka që do të përsëritet me tema rritje me Biblën, me ungjillin, me misionet. Unë mund të shtoj këtë në lidhje me konferencën kombëtare siç e kemi bërë. Dëshira është që të prezantojmë mënyrën si këto vegla ndihmojnë në studimin e kësaj Bible, sidomos që është përthyer me këtë mënyrë edhe me këtë vegël që Erioni ka ndërtuar, që të ndihmojmë pastorët e drejtues që të dinë si funksionon, që ta vënë në praktik. Pikërisht, edhe mbase do disa seanca që t'i japim këtë plotësisht. Po. Ndërkohë doja që ta mbyllja këtë intervistë, sa do doja që ta zgjasnim bisedën sonte, se kemi shumë gjëra tjera për të folur, për lavdi Zotit edhe për këtë kohë me një pyetje për pastor Jeff. Në një botë kaq digjitale, pastor, të kesh një Bibël në dorë është bekim, dhe në fakt Shqipëria ka pasur mirësinë që ta ketë këtë liri të një Bible në dorë, lirinë e besimit, që pas viteve 90, ndërkohë që ne e dim se në vende të tjera ka nisur persekutimi. A është bekim kjo gjë dhe a duhet shfrytzuar kjo liri e ungjillit në Shqipëri? Jo, patjetër që duhet shfrytzuar, edhe unë jam i moshës tani që i njoh mjaft njerëz që
kanë luftuar sistemeve ku janë, për shembull me vende që ndalojnë lirin e të folurit edhe të lexuarit të fjalës Perëndis. Fakti që ekziston liria këtu është me të vërtet një bekim edhe për gjithë shtetin shqiptar, pavarësisht a janë besimtar të gjithë apo jo, pra përfitojnë nga bekimet e Perëndis që ekziston kjo liri. Por, për shembull, ne patjetër që bëm Biblat, domethënë të shkruar në letër që secili të ketë një në dorë, është edhe online, do të jetë me audio, do të jetë, domethënë në gjitha mënyrat që secili të ketë atë që ka mundësi të ketë, domethënë mbase jo të gjithë kanë akses online në varet ku banojnë, të ketë një kopi në dorë. Mund të kenë ato që mund të kenë, edhe dëshira është thjesht për hapjen e fjalës Perëndis shqiptofësve, domethënë kudo që të ndodhen. Lavdi Zotit, ne falenderojmë Zotin për ju e për gjithë ata që kanë bashkëpunuar, po bashkëpunojnë me ju për përhapjen e fjalës së Zotit në Shqipëri. E suksese. Faleminderit Bekime. Shumë faleminderit. Bibla në fakt mbetet një burim i pashtershëm drite, shpresa dhe udhëzimi për çdo brez, pavarësisht nëse e lexojmë në letër apo në ekran, e rëndësishme është që fjala e Zotit të jetë e gjallë në zemrat tona. Rikthehemi pas pak.